porastот na цените на енергенсите, на дериватите, на нафтата, на бензините ќе повлече поскапување на сите прво прехранбени продукти, понатаму на се друго во државата. Rritja e çmimeve të energjisë, derivateve dhe naftës do të sjellë rritje të çmimeve fillimisht të produkteve ushqimore e më pas edhe të gjitha produkteve tjera në vend. Nafta ishte 71 denar, ndërsa tani është 95.5 denar dhe qytetarët tashmë ankojnë se nuk mund të mbushin as shportën bazë, pra nuk mund të përballojnë ushqimin. Janë shtrejtuar produktet bazë si vezët, mishi, produktet e qumshit, frutat dhe perimet dhe dihet se kur këto produkte rriten një herë çmimet rrallë kthehen pas. Nga masa e qeverisë për uljen e TVSH-s nga 18 në 10% nuk po përfitojnë as kompanitë, e vetmja gjë që mund të pritet është vazhdimi i rritjes së çmimeve, të cilat, siç u kujtoi, kishin nisur të rriteshin që në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të këtij viti, para fillimit të luftës në Iran. Pra, kjo është vetëm një arsye shtesë pse çmimet në vend do të vazhdojnë të rriten.